Dhe si e tillë, Partia Socialiste ka misionin ta mbajë në krah Shqipërinë, ta mbajë në krah dhe ta ngjisë deri në fund në majën ku ne do të shlyejmë amanetin e të parëve tanë, në majën ku ne do të përmbushim profecinë e herojit ton kombëtar, Gjergj Kastriotit, që përcaktoi se fati i stërnipërve të tij është Europa. Ne do të vëmë në vend në atë majë amanetin e rilindasve që e lanë të shkruar se dielli për shqiptarët lind andej nga Perëndon. Ne do të përmbushim duke e ngjitur Shqipërinë në atë majë me të gjitha përpjekjet, me të gjitha sakrificat, me çdo çmim, edhe atë thirrjen që u shpërnda në të gjitha anët e Shqipërisë, pasrënies së diktaturës, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Na ka rënë ne kjo përgjegjësi, socialistëve dhe progresistëve shqiptarë, ju ka rënë ju, krye qytetarëve socialistë, përgjegjësia të jeni këtë herë lokomotiva e fitores madhe. Kjo nuk është një fitore për të fituar një mandat. Kjo është një fitore për të përmbushur një mision. Kjo nuk është një fitore për të krijuar një tjetër qeveri. Kjo është një fitore për të vullosur rilindjen e Shqipërisë si zonjë në sallonin e madh të shtëpisë së Evropës Bashkuar. Rilindja e Shqipërisë ka filluar nga sheshet e qyteteve. Ka filluar nga fytyra e qyteteve. Dhe kur ne lanim dhe pastronim fytyrën e përbaltur, të zgaravitur, të gërvishur qyteteve, ata na thoshin se ne merrim me fasada. Rilindja jonë ka vijuar me shkollat, me kopshtet, me qerdhet, të cilat kur ne morëm detyrën, nuk kishin ngroje, nuk kishin xhama, i hynte uji nga të katër anët. Rilindja jonë ka vazhduar me spitalet, me 53 spitalet reja që kemi ndërtuar.